Në 3 orët e fundit kur komisioni për numërimin e votave të fshehura që u propozua nga lëvizja vetëvendosje ishte vetëm një vot kundër. Ajo vot u dha nga deputeti Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane. Me deputetin Berisha tani do të realizojmë një intervistë me cilin do flasim për te i kësaj vote. Do bisedojmë edhe për çështje tjera të kuvendit e po ashtu edhe për nënkryetarin për komunitete. Zotri Berisha, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë. Keni qenë ndoshta vota e vetë me kundër këtij komisioni për 3 herë me radhë, ku ndër tjera kemi pa edhe diskutime qoftë në shako me deputet tjerë parlamentit, të kuvendit, ku kanë bërë shako për faktin që jeti vetë me votë kundër. Andaj më shpjegu pak a shumë pse ky insistim edhe ku është arsyeja prapa votës kundër për këtë komision për numërimin e votave të fshehura i cili megjithatë nuk po kalon. Siç e dini, prej ditës parë kur jam zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës tek këtij mandati, unë kam qenë konstruktiv, kam qenë i hapun edhe kam qenë publik me gjitha pozicionimet e mia në raport me qeverisjen e ardhshme. Unë kam fillu me negociu me kryeministrin Kurti për mandatin për cilën ai duhet ta bëj qeverinë. Në të njëjtën ku është një proces i cili duhet të ndodhë pas konstituimit të kuvendit. Ndërsa për kuvendin, kam deklaruar dhe kam thënë që kryesia e kuvendit duhet të konstituohet sa më parë që është e mundshme. Disa herë, siç e dini, disa herë ka ardhur në votim kandidatja e VV zonja Albulina Haxhiu për kryetarin e kuvendit dhe në të gjitha votimet kur unë kam qenë prezant, kam votuar pro. Në një kohë kam deklaruar që do të ishte mirë që mos të vim kështu në një situatë e cila po dihet që nuk ka lënë, do të ishte mirë që partitë politike të ulën dhe të arrijnë ta kenë një konsenzus. Ndërsa në një prej ditëve që lam pas, pa pritmas propozohet që me u votu fshehurazi. Me u përdor votimi i fshehtë dhe normalisht në një momentum kur unë e vlerësoj që institucioni i kryetarit kuvendit është institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe duhet ta ketë një mbështetje e cila është mbështetje e hapur, e aq më tepër në mes të procesit ku konsideroj që nuk është në përputhje me rregulloren e kuvendit, kam vlerësuar që ky proces nuk duhet të jetë i fshehur dhe normalisht bazuar në atë që unë e njoh si procedurë, sepse po ashtu jam jurist dhe e konsideroj veten mjaftueshëm të ditur për me kuptuar që ai proces nuk është as në favor të zgjedhjes së një kryetari i cili do të jetë i kontestueshëm gjithherë sepse do të zgjedhet nga deputet që janë të fshehur dhe do të kontestohen gjithmonë. Ka pas bisedime të cilat kemi qenë dëshmitar ne ku deputet kanë diskutuar me juve për këtë çështje, po ka pas në fare insistimi pe partisë shumicë që me ndryshojë votën pavarësisht që një vot në këtë situatë nuk i kryen punë. Jo, absolutisht, tash nuk e bëj pse është vendimtar apo jo. Unë kam thënë, unë nuk do të jam pengesë në momentin që unë jam vendimtari, edhe pse mund të mos pajtohem me mandatarin, nëse unë jam pengesa, unë mund ta votoj edhe qeverinë edhe proceset që Kosova të ecë para. Por unë nuk jam pjesë e atij institucioni ku ne nuk arrim me pas një marrëveshje. Pra, si Parti Liberale Egjiptiane, asnjëherë nuk kemi me qenë pengesë e ndërtimit të institucioneve, por sigurisht këto qëllimet tona për zhvillimin e komunitetit egjiptian do të gjejmë forma tjera për me implementu nevojat edhe kërkesat që janë legjitime dhe janë publike. Ndërum për te faktit që kryetaria kuvendit nuk po zgjidhet kryetarja, pas zgjedhjes së kësaj situate kur do të zgjidhet, ka ardhur momenti bazuar në procedurën e kuvendit edhe tek zgjedhja e nënkryetarëve. Një prej tyre dihet fare mirë që do të jetë edhe prej komuniteteve. Për këtë çështje janë zhvilluar diskutime mes përfaqësuesve të komuniteteve ju shumicë, edhe cilat janë rezultatet paktën deri në këtë fazë, pavarësisht që është pak sa herët për me jap një plan. Ne kemi diskutuar kështu në takimet që kemi pas edhe për krijimin e grupeve parlamentare, siç dihet ekziston edhe një grup i cili është multietnik, në grupin në të cilin unë nuk bëj pjesë, nuk jam pjesë atij grupi, edhe për qartësinë e opinionit sepse shpesh aludohet që unë jam pjesë e një grupi apo grupi tjetër, unë nuk jam pjesë asnjë grupi parlamentar, edhe pse formalisht asnjë grup nuk arrit me u kriju akoma sepse proceduralisht jemi ngecje te kryesia, por unë jam deputeti për momentin jam deputet i pavarur, nuk bëj pjesë në asnjë grup dhe rrjedhimisht duke mos qenë pjesë e grupit të komuniteteve, sigurisht që nënkryetari
duhet të takoj asaj shumice ku grupohen pjesëtarë të komuniteteve. Nëse do të ndryshoj situata, sigurisht edhe mund të jam një prej kandidatëve të tillë, por për momentin po flasim një herë për dalje prej kësaj situate në cilën ne jemi dhe situate e cila ka pengu secilin proces pastaj për të rrjedhur. Për faktin që vota juaj ka qenë ndryshe prej shumicës së deputetëve të komunitetit jo shumicë, si ju shikoni raportet me këtë pjesë të përfaqësuesve në Kuvendin e Kosovës aktualisht? Unë duke më njohur secili, unë nuk jam rastisht në Kuvend të Kosovës, nuk mendoj që jam vetëm një numër aty, por veprimet e mia janë të lira, janë të bazuara, unë kam një bindje dhe kam një qëndrim i cili buron po ashtu nga politika të cilat unë i drejtoj nga Partia Liberale Egjiptiane, po ashtu nga profesioni im, edhe nuk ka asnjë lloj diskutimi që mundet me pas nga kushdo për vendimet e mia, edhe se si unë veproj. Dhe kjo është dëshmia më e mirë që unë mund të jam i vetmi me votu ndryshe prej tjerëve. Në fakt vota juaj, por dhe secili deputet pranishëm do të jetë e rëndësishme përtej kalimit të kryetares Kuvendit kryetarit, do të jetë e rëndësishme edhe tek zgjedhja e qeverisë, gjithmonë nëse kalohet ky stad i zgjidhjes së bllokadës institucionale. Sa i përket një qeverie eventuale, kurdo që arrit ajo që tentimin e parë ka ndorë lëvizja vetëvendosje, cili është qëndrimi juaj, pavarësisht që më herët keni dhënë deklarime, por në këtë fazë, pasoj bllokadës, cili është qëndrimi juaj për një qeveri të lëvizjes vetëvendosje, dhe keni pas diskutime me ta, duke ditë edhe disa mesazhe të cilat kanë qenë private, por që janë publikuar më pastaj në komunikim, që kemi mujtë me konstatu që është mes udhëheqësve të partisë Lëvizja Vetëvendosje dhe deputetëve të pakicës në Kuvend. Qëndrimi jonë është që ne jemi të interesuar me qenë pjesën një qeverisje e cila na respekton, pjesën e qeverisje e cila do t'i merr përgjegjësitë e saj në raport me interesat e komunitetit egjiptian. Ne kemi një program i cili ka rrjedh program në fushat dhe një program i cili rrjedh nga nevojat e komunitetit. Dhe normalisht duke qenë parti serioze dhe duke qenë parti që dëshiron mos me qenë shikuese, por do të me qenë pjesëmarrëse e proceseve, sigurisht që ne kërkojmë që të jemi pjesë e një qeverie në të cilën ne marrim përgjegjësi. Ndërrum përtej faktit që nuk po arrit konstituohet Kuvendi, në këto kohë kemi pasur disa tentime, disa takime mes liderit të lëvizjes vetëvendosje me kryesuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkohë një ftesë është refuzuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ky subjekt politik ka insistuar për një qeveri tranzicionale. Cili është mendimi juaj për këtë çështje, duke marrë parasysh edhe deklarimet fillestare që u pretendu që ju kanë përjashtu nga kjo ftesë për një qeveri tranzicionale, me qenë se ka pas ftesë, pavarësisht që kjo u mohu pastaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës për të bërë pjesë e një qeverie tranzicionale, cili është qëndrimi juaj për këtë çështje. E para, çfarëdo lëvizje që bëhet, çdo lëvizje mbrana ditës që bëhet, është shpresë për dal nga ky ngërç politik. Domethënë, çka do të lëviz, çdo ftesë, çdo takim, çdo letër, çdo propozim për mua është e mirë se ardhmë, sepse ne kemi nevojë për të hapur një dialog dhe për dal nga kjo situatë. Derisa nuk diskutohet, nuk propozohet dhe nuk ka ide, unë mendoj që kjo është e dëmshme dhe do të vazhdojnë pafundësi. Secili proces që ka shku deri tash, unë jam pro sepse diçka po lëviz. Po ashtu nga këtu i ftoj secilën parti politike, të shqiptare dhe nga komunitetet, të jap kontributin e vet në forma të ndryshme që të shtyjë procesin përpara dhe dalim nga kjo situatë dhe të fillojmë punën ashtu siç e kemi marrë dhe mandatin. Ndërsa sa i përket propozimit për një qeveri teknike për mua apo tranzicionale që është quajtur, po mendoj që është një prej propozimeve që është dhënë dhe si e tillë unë e respektoj. Ndoshta do duhet uleshim edhe ta shtjellonim, sepse ne kemi vetëm një propozim dhe nuk kemi pa hala se si do dukej kjo. Unë kam pa refuzimet e para që kanë qenë sepse ky është problemi tek ne. Domethënë nëse propozohet diçka ndryshe që mundet dikujt më mohu pozicionet qeveritare ose mandatet ose pastaj refuzimi do të jetë në rand parë dhe unë jam kundër kësaj pune. E dyta, unë mendoj që reagim ka qenë deklarimi në një deklarim ku në kuptimin që unë e kam kuptu, ka qenë që ju ban thirrje partive shqiptare. Edhe kjo është me drejt sepse problemi është tek partitë shqiptare. Pengesat janë tek partitë shqiptare. Nuk po e shoh që janë pengesat tek partitë e komuniteteve deri tash. Qartazi, vetëvendosja është mandatari i parë. Nuk dihet nëse do arrihet konstituohet Kuvendi ose deri kur, por mandatari i dytë i tretë janë Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në rast se i vjen rendi mandatarit të dytë PDK-s në këtë rast, cili do të ishte qëndrimi juaj për një qeveri e cila do e mos duhet të bëhet në një koalicion me disa parti tjera, me qenë se numrat tregojnë që është e pamundshme që të arrihet vetëm me PDK-n ose me vetëm me një subjekt tjetër.
nuk kam vijat kuqe masken. Kjo është definitive për ne, sepse nuk kemi asnjë arsye me pas asnjë lloj problemi. Jemi institucionalista, respektojmë kushtetutën dhe ligjet të fuqi. Mandatari i parë nëse nuk arrim i bën numrat, sigurisht që kjo e drejt kalon në mandatarin e dytë. Të njëjtat kushte, të njëjtin trajtim, të njëjtat çështje që ne i kemi përballë mandatarit të parë, do të kemi edhe ndaj mandatarit të dytë. Edhe një pyetje fare e fundit, a konsideroni që zgjedhjet do të ishin një zgjidhje për këtë situatë, pavarësisht që kuvendi ende nuk është konstituar, ndaj zgjedhjet do ishin pak sot vështira në këtë situatë, por në një situatë hipotetike, a e vlerësoni zgjedhjet si një opsion konkret? Tani unë parimisht besoj që nuk i shkon favor askujt, asnjëherë parti politike dhe asnjëri deputet që të shkohet në zgjedhje. Për shkak që kemi dalë 3 muaj para zgjedhjeve dhe me çfarë oferte të shkojmë para qytetarëve tonë. Do të thonë s'ka pi kuptimi të shkojmë para qytetarëve tonë, të kërkojmë votë pa duke mos qenë të gatshëm tash me bën një zgjidhje për vazhdimsi. E para, e dyta, secila parti që thotë ne jemi të gatshëm me shku në zgjedhje e thotë, sepse secila duhet të jetë e gatshme në formën e tillë, por nuk e besoj që asnjë parti ka komoditetin e vet për me shku në zgjedhje në këtë fazë sidomos. Nuk mendoj që janë zgjedhjet, për shkak që ndryshimi mund të jetë shumë i vogël. Domethënë, nuk ka mundësi me bëna ndryshim dhe do të vim prapë në një situatë të njëjtë, do të kemi shpenzime, do të kemi ngarkesë për qytetarin dhe për shtetin, dhe përfundimisht rezultatet do të jajë. Ndërsa sa i përket Partisë Liberale Egjiptiane, m'ju thonë drejt sinqerisht, sa kemi marrë këtë mandat me shumë vështirësi, jemi këtu në kuvend mas shumë telashet që kemi pas, ne nuk kemi probleme shku në zgjedhje, edhe besoj që fuqishëm e kemi dëshmu edhe me këto 2 muaj që jemi aktiv, kemi dëshmu që jemi duhunit për me qenë aty dhe nuk e kemi këtë problem. Komiteti Egjiptian besoj që ka me dhënë vlerësimin e vetë dhe ka besimin tek Partia Liberale Egjiptiane. Ju falenderit shumë për punën. Faleminderit juve. Ishim me deputetin Veton Berisha, me cilin biseduam rreth situatës në kuvendin e Kosovës, e po ashtu edhe për një zgjidhje eventuale për dalje nga situata e cila është tash e 12 vazhdimit të seancës konstitutive.